Përshëndetje. Sot do të shohim si kalojmë nga interpretimi tradicional te interpretimi digital, si e përdorim inteligjencën artificiale si partner dhe si ruajmë mendimin kritik përmes një pyetjeje thelbësore. Ku është prova në tekst? Në leximin tradicional, interpretimi mbështetet te citimi, te forma dhe te konteksti. Në leximin digital ndërhyjnë edhe algoritmet, kërkimi, përzgjedhja, përmbledhja dhe shpesh inteligjenca artificiale. Kjo na kursen kohë, por krijon një rrezik tipik, gabimi bindës kur një shpjegim tingëllon shumë mirë, por nuk është i provuar. Ky është fragmenti ynë. Lexojeni tekstin. Këtu nuk kemi vetëm një ide, por edhe një skenë sociale, një reagim kolektiv dhe një mënyrë të folurit. Avatar, si do ta interpretoje këtë fragment? Fragmenti tregon qartë një paragjykim ndaj të huajt. Sapo zbulohet identiteti i person, grupi reagon me habi dhe e kthen personin në objekt kurioziteti. Kjo është shenjë etnocentrizmi, norma është ne dhe tjetri shihet si i çuditshëm. Pyetja koma pëton etër person nënkupton se të jesh person është pothuaj e paimagjinueshme. Teksti kritikon shoqërinë që i ngjit etiketa dhe e redukton individin në origjinë. Në këtë kuptim mund të flitet edhe për një logjik përjashtimi social. Mirë, por tani vjen pyetja metodologjike. Ku është prova në tekst? Le të mos e pranojmë interpretimin sepse është i bukur, ta pranojmë vetëm nëse e lidhim me gjurmë konkrete. Ja provat që na jep vetë fragmenti, një shushurim, tregon një reagim të turmës, jo të një individi. Është shumë kolektive, shushurim. Kjo nuk është thjesht pyetje, është një shenjë toni, mund të jetë një habi e tepruar, ose sensacion ose përqeshje. Dhe fjalia, koma pëton etër person, është pyetje retorike që e bën identitetin e tjetrit të duket si problem. Tani, ku hyn leximi algoritmik? Nëse do kishim shumë fragmente të tilla, algoritmi do na ndihmonte të gjenim modele, sa herë shfaqen shenja si thirrje, habia, fjalë të normales dhe jo normales, apo fjalë që lidhen me zërin e turmës. Por algoritmi vetëm i zbulon këto sinjale, nuk vendos vetë kuptimin. Avatar e formuloje shkurt, por këtë herë me citin brenda. Çfarë mund të thuash me siguri vetëm nga ky fragment? Nga ky fragment mund të thuhet me siguri se identiteti i person prodhon reagim kolektiv, sepse narratori dëgjon shushurima rreth vetes. Tonaliteti i reagimit shfaqet te dhe te vlerësimi i jashtëzakonshëm, që e trajton të huajin si rast të pazakonshëm. Pyetja koma pëton etër person funksionon si pyetje retorike që zbulon një normë të fshehtë. Të jesh person shihet si diçka për të çuditur. Për përfundime më të mëdha, na duhet konteksti i plotë i letrës dhe letra të tjera. Pra, lexuesi digital duhet të ketë këto kompetenca: 1. Të dallojë hipotezën nga prova. 2. Të kërkojë citim, trego ku e mbështet citimin. 3. Të lexojë formën si për shembull, ton, shenjat, ironi, skenë. 4. Të vendos kufi, deri ku arri me këtë fragment. Kjo është etika e interpretimit digital. Inteligjenca artificiale lejohet të prodhojë hipoteza, por çdo hipotezë duhet të kalojë testin e citimit dhe analizës së formës. Kështu ruajmë mendimin kritik humanist, jo duke e refuzuar inteligjencën artificiale, por duke e bërë interpretimin të verifikueshëm.